Hajdini me neve të knoqëm bashk. Po blek, Përshëndetje për krejt miq, temi ma të mirë. Ndodhemi sot në komunën e Drenasit, fshati Kishnarek. Jemi në fillim të fshatit, po duket me qenë me një sipërfaqe të madhe, përveç kësaj duket me qenë fshat i rrafsh, pra me pozitë mirë gjeografike. Hajde po shkojmë, po e pasqyrojmë dalë nga dalë, pra minutat në vazhdim janë për fshatin Kishnarek. Ne do njoftohemi me banorët, me fshatin, si dhe me veçoritë që i ka fshati. Këtu dhe shumë të tjera kemi me i kuptu, po besoj gjatë minutave në vazhdim, po shpresoj që kemi me taku banor, me qenë se para se me fillu me gjiri me thëmë drejten, një 10 herë ma kanë ndërprej për shëndetjen, kështu që po mendoj që është fshat i banuar, po shpresoj, ose ndoshta ko me arrit, ndoshta veç kom i taku kështu gjatë lëvizjes me makinë, dhe ju banor kështu, më duhet me komentu pa pastërti në fillim të fshatit, nuk po më pëlqen, diçka që atje po ndëgjohen punime, me do hekra, me do lastre. Të shofëm, jem të e pa një qift, që po vinë drejt nesh, me pa tjetër duhet me i ndalë, edhe ndashta po na tregojnë diçka për fshatin. E kemi sot ekstrem ftohtë, kështu që po shpresojmë që kemi me arrit me gjru diçka të mire të bukur, sot në këtë fshat, për çka njihet këtë fshat, nuk e di. Paska gru me mbolis, nuk e di ndoshta dhe... Përshëndetje! Aleikum selam. E vacan edhe uren. Ura në fillim të fshatit. Fshati po duket me qenë tamam fshat. Do ishin edhe pamjet. Ne sot po mduket që nuk kemi shumë se çka me komentu, do mundohemi më shumë me shku me pamje. Nëse veç nuk arrimi me taku dike, se nuk kom qka foli koti, pa pas informacione për fshatin, esenca është sa dim banorët për fshatin e vetë. Jo në marrë me informacionet mia, sa dhe kemi shumë të letë me teknologjin, me marrë info, por që nuk dua. Kështu që do javle banorëve. Ka dhe shumë prej tyre që shpesh here, dosha nuk kanë informatat e sakta, por... A jeni lodh? Puna e mbar. Po shumë punëtor që në keni bre? Përshëndetje! Mirë jeni? Me shëndet? Familja? Mirë, krejtë shnarësi, mirë po kalojnë. Qysh po kaloni në fshatin Kishnarek? Mirë, fshati Kishnarek është fshat që ka plot specifika. Mas pare, pjanismi prej specifikave geografike që janë këto bjesht që ishin në krejta, këto janë 3-4 palë bjeshke, dhe mas këty në 3-4 palë bjeshve është një livadh shumë i madh. Ato gjatë luftës kanë jetu 80.000 banorë. Dhe shkavë nuk ka, Serbi, më falni, sun në gjithë dhere atje në altë,
për shkak të rezistencës që e kanë bërë. E para, e dyta është pak më poshtë. Do të thotë ato biesh është një shpellë që thuhet se s'kemi një asnjë, thuhet se dalin e kanë në Orvat. Specifik tjetër është shkolla fshatit që është shumë moti këtu. Dhe është një nga fshatrat më të arsimuar në komunën e Drenasit. Do të fshati ju në gjithsej ka pas dikon deri van mbi 40 mësimdhanë shkollës fillore. Aja traditë e shkollimit vazhdon tutje. Ka doktor shkence, ka teknolog, ka inxhinier, dhe tash në fushën ekonomike është një fshat që ekziston, funksionon mirë, me të hymjat e veta që i banë, janë shumë të punësuar në institucione shtetërore, edhe këtu në Drenas, në pushtetin lokal, po edhe në pushtetin qendror, në për universitetin, në për shkolla, në për institucione ndryshme. Këtu bëhet jetë e mirë, ajo që është karakteristik, se fshatin tonë nuk e kanë çuar shumë të rit. E kanë gjetë veten brenda, kanë filluar me biznise të vogla familjare, ti llogarit kjo ferma këtu që është i duket, kjo me këtë biznes, janë 70 ferma tjera në fshat, është një mobileri shumë e fortë, shumë e mirë që transporton mobilet e veta edhe në Amerikë, kuzhinë edhe këtu. Faktikisht, jeta në fshatin tonë është një jetë e mirë. Nëse dini me më tregu për afërsisht numri banorëve brenda fshatit, sa është? S'moj me të bë shifër të saktë, Për afërsisht. po dikon duhet me ka 800, 1000, 1200. A ma shumë ka mërgat apo banor rezident? Jo banor rezident, mërgat ka pak. Shumë pak. Kanë dalë, do të thotë, në vitit të 90-ta, që njëme për tyne kam qenë edhe unë, edhe një numër u këthy, një numër tjetër kam bet atje, tjetër s'kanë lëvizë. Po më pëlqen se ju qenë keni shembull që në Kosovë me dasht me punu mundemi. Po, ka mundësi. E sidomos në fshatra. Ka mundësi, sikur pushteti qendror tjetë pak më i kujdesshëm ndaj politikave ekonomike këtu, fshati jonë kishtë lexuar mirë. Qa mendon pse po bëhet shpopullimi kështë kaq i madh, kaq masiv? Unë mendoj se nuk është krejt paraja aje që njerëzit i largon prej vendit, se njëri prej mërgjimtarëve që ka qëndruar 10 vite pa u kthy kurrë në Kosovë kam qenë edhe unë. Faktori kryesor nuk është paraja. Po janë sigurime tjera jetësore, shkollime, shëndetësia, pastaj janë sigurimet pensionale, korrektësia në administratë, faktikisht mundësi që të jep shteti tjetër për me punu vetë edhe me vepru vetë, janë edhe shumë faktorë tjerë, dhe që i detyrojnë njerëz në dalë. Po sa për para, unë nuk besoj që shumë kosovarë kishin migru jashtë. Tash po kthehemi tek struktura e fshatit. Unë nga ajo çka po e shoh, ka nevojë për investime bukur të mëdha. Nuk më pëlqej pa pastërtia, nuk e keni dikë mirëmbajtës që e mbikëqyr fshatin? Jo, e kemi kompaninë pastërimin Drenas që merret me... Që vjen gjatë javës me marrë në veturinat. Mirë, po nuk ka pastërti për shkak se s'ka infrastrukturë. Deri s'ka infrastrukturë, do që është që e nivellet lokal dhe qendror normalisht që s'mundet me ka pastërti, mirë po ka dhe investime, është rruga asfaltume në këtë fshatin, është ndryshimi në këtë fshatin, do të një pjesë e fshatit ka dhe kamera. Faktikisht, jeta nuk është e keqe këtu. Është i monitoruar fshatin nga kamerat në sfat fshatit? Jo krejt. A jo gjithë, disa pjesë? Disa pjesë, ma tepër kanë bërë në mënyrë vetanake qytetarë se sa që ka investu komuna ose shiri. Çka ka investu komuna në fshat? Komuna në fshat ka investu në tretare, ka investu në disa rrugë që i ka asfaltu, rrugë që janë ngushta të lagje, rrugicat, vogla dhe në diçka tjetër jo. Me banorët njihni gjithë, raportet janë të mira? Shkëlqyshme. Sukur fshati kishte në rregull që ka raporte të shkëlqyshme, nuk besoj është ka, po nuk besoj që shumë fshatë e ka. Kështu që gjendja është mirë në fshatin. Traditat vazhdoni me i mbajt? Patjetër. Bile tash jetë na kanë nda pak, deri dikon 2015 në këto konshëret. Ka po shoqëri kulturore këtu.
Në fshat janë organizu sporte, rinia ka poshtu me dollë dhe shumë faktorë janë shumë pozitiv. Po bëhet shumë qefi se ka ende rinin fshat dhe që mirë me bizneset veta private, me gjallë nuk. Po gjallë në Shumë mirë, unë ju falenderoj për kohën, ishte shumë kënaqësi, ama pranoj me dorza. Se ftoft sot. Ishte shumë kënaqësi. Kënaqësia ishte oj. U rikthyem përsëri. Faleminderit që vazhdoni të qëndroni me neve. Kaluam në një tjetër rrugicë të këtij fshati, po duket me pas shtëpi shumë, qetësi, po provojmë me gjetë banor, mos po e takojmë dike te poqëm fatin. Atje po duket dikush, po e pas ka qenin, kështu që nuk guxoj me shku me tentu edhe me hy, me thirrë i zoti shtëpisë, se po më çkyn qen ikon. Hajde po e komentojmë, trimneshën jam. Bodh mo trimnesh, ta non të shkova kon synës më trem. Po vazhdojmë. Përshëndetje! Apo na fol një dy fjallë. Si je? A je mirë? Nuk ju mundoj shumë. Dorotina, a je mirë? A je lopë? Jo, ka pak. Jeni banore e fshatit? Po, Qysh po kaloni në fshatin Mirë Kishnarik? Si është si fshat? shumë i mirë. A ka diçka që i mungon fshatit? Po ti bej, është i mirë, perfekt. S'ka diçka që... Ju punoni diçka? Po, Qa punoni? punojnë viv. Viv, shumë mirë. Po ecë puna mirë? Mirë shumë. Ku e keni viven, a e ki larg? Në Komoran. Me Komoran. autobus shkoj. Tash mos është dikon brenda fshatit. Jo, Po, keni shoqni këtë? po, A e kam praktikisht fshatin? vallaj me sa e di unë, pak, jo shumë, këtu në Kisharik. Po, raportet si keni me banor? Mirë. Tash e pret autobusin, a? Jo, ecin ja 10 minuta që 10 minuta, ofër, në fillim është, a? Po. A kishit pas dëshirë me ndryshu diçka brenda fshatit? Qa i mungon? Po ty be, pse mos me ndryshum, me pas qarkullimat mirë. Po duket fshati shumë i qetë, ka jenë banort, a jenë gjëma? Ma fella nina është ma shumë fshat, nina është Ma ma paka? pak, shpija. S'ka ju marrë kohë me Hajt, që i kaloni në rast mirë. punës edhe pak falenderit shumë për kohën. Gjdo të mirë, punë të mbarë. E falenderoj banorën e mrekullueshme. Nuk e mundova dhe shumë me pyetje. Më duk se nuk është që ka dhe shumë informacione për fshatin. Edhe si që dini, nuk kam dëshirën e me i vendos njerëzit në pozitat të palak mundshme. Drejt. Vlen të theksohet fshati nuk është i braktisur në masë të madhe, pra 1% e madhe vazhdojnë të jetojnë dhe veprojnë në fshat. Përveç kësaj, këtu janë njerëzit shumë punëtor, kanë arritur me kriju bizneset e veta në mënyrë që mos me lanë fshatin, gjë që i dashur me u praktiku edhe në shumë fshatrat e tjera. Pra një shembull shumë i mirë nga fshati Kishnarik me u shpërndo edhe në fshatrat e tjera në mënyrë që mos me u zbraz vendi. Po vazhdojmë këtë pjesën, këtë rrugicën, kështu kam bet vetëm të vazhdojnë të e po gjendjen. I ka dikon gati 1 orë që unë shëtitëm rrugëve të Kishnarikës, e posh një banor miku bre për pak. E thirëm, i zoti shpis. Jamër svetenali. Shtyllat elektrike, disa të reja, disa të vjetra, lora, kanë mbetur ende muret e vjetra, por që janë të qëndrueshme. Unë si arkitekt, kështë të i ditë krejtë, Edhe një tjetër rrugic, a mbot edhe e pjesa Kishnarik? Po, fshati me të vërtet është shumë i madh. Sikur të kish pas banor më shumë që i kisha taku, kishte me qenë edhe më bukur. Por ja që kjo është e vërteta, si që po e sheni gjendjen, është shumë qetë. Si që thash edhe krejtë në fillim, do munduemi sa më shumë pamje me shfaq në mënyrë që me po fshatin, për shkak se nuk më mbetet gjë tjetër të komentoj, nuk kam as çka të komentoj më shumë, përveç shtëpive, rrugëve, fushave, livadheve. Dikon janë të punu, larg, therra, kaqa. Isha me ja nxjerr një trotuar për fshatin, mirë kishte qenë, edhe kjo pjesa ku ndodhem, si që po e sheni, është e shtruar me gur,
jo në asfalt, kështu që këtu përfundon kjo rrugicë, ne po shkeputemi, po kalojmë në një tjetër rrugicë, po shohim mos ka bereqet më shumë. Nga i gjithë fshati, më së shumti po m'pëlqen kjo rrjedhja e ujit, qetësim truri. Unë po du me unë ndalu për pak qaste, me qëndru këtu, te qetësoj koken. Përveç kësaj vlen të theksohet pastërti. Shefeni, sa bukur, me të knoq syri edhe shpirti. Pjesa ma e bukur e fshatit, kje po m'duket. Pas ka shumë kohë që nuk kam qenë në një fshat, Kishnarika e kam pasat bindjen që është më i vogël, por që në ka dalë boll i madh, përveç kësaj i madh po banor, s'po takojmë. Edhe në ato shtëpit që provua me hy, pra nuk ishte banor aty brenda. Ndoshta që janë punëtor edhe tashme janë në punë, me bizneset e veta, shumë e bukur brekje pjesë. Gjithë ditën që të kësha nejtë. Oj, zoti shpis! Po provojmë edhe pështë në ashtim dëgjën dikosh. E shifni, unë jam të mundu me pasqyru fshatin sa më mirë, nuk është faje me pastaj që vinë mesazhet se ke po filonin fistekun, unë nuk i një. Ka fshatra, vlen të ceket, Suhareka, Gjilani, Rahoveci, në momentin që më shohin që kam hynë fshat, veç shkojnë të i bo telefonatat, ka ardhurën tina, e kanë dëshiren me dalë, me u pasuru fshati mirë. Unë e po provoj, po hynë për shtëpi. Nuk është askush, s'po takoj, s'kom faj, por që vazhdoj të qëndroj brenda fshatit. Ka shenu ora diku 15, besa veç edhe ka kalu 15, ende jem rrugëve të fshatit, në mënyrë që me nxjerr sa më shumë informacione, sa më shumë veçuri. Tha mos po i mbez bërgj diçka dhe nuk po e ceku që ka fshati, por që jeni të e po gjendin o vlla. Hajde dhe qëto po provojmë. Oj, zoti shpis! E pas kanë dritarën hapëm, të shta dhe gjohën, Kur del, kusha? Oj, zoti shpis! Pa. Po vazhdojmë, Pas kanë mbet ende muret me tulla. Taman këtë në herit. Një bunor jam të po. Këto më thanë që nuk kam probleme me ujësillësin, as energji. Pula jem të po shumë gjithandej. Qëkojmë flasëm me qatë pulë, bile. Kaka. Se mos me ka njëri i gjallë.
që ka mujtë me konë shtëpia? Qitore e vogël, këtë në herët që kanë pas, që ju kanë thonë sërvesh za druga. Marketi, mini marketi, kioska, kiosk nuk mundet me konë kjo, por që e pas kalon këtë gjendje, ndoshta pronori nuk dënë me rënu e kalon fshatin, o dënë me lonë ashtu. Nuk është, mundet me paraqit pak rrezik, po, e kjo rrugica kënej, duket shumë maton fshatit. Dise ashtu po më jepat për shtypjen shumë largë, shumë fell, hajde po hymë kështu, del ku del. Tjegullat në për tokë, apo në gjuhën popullore qeremide. Qeremide nuk e di a është në gjuhën shqipe, rëndësishme është tjegulla po. Shefin, kjo burri tipik shat. Si dikur, me pajisje të bujqësis. Këtu kisha pas dëshirë me dol dikush, edhe me mprit me bisedu. Kësi jemi sot në fshat. Llogarit e fshatra që kemi qenë, sa të zhvillume kanë qenë. Sot jemi në një tjetër fshat, që ende vazhdojnë me imbojt ashtu pajisjet në bord traktora. Hajde po provojmë. Oj, zoti shpis! Sa e mirë kjo shota. Oj, zoti shpis! A moj pas ta kështu në pjesë të bukur. Shumë i rafsht fshati, pozitën shumë të mirë. Kam bet vetëm unë duke fol. Po shpresoj që nuk ka me u bon bajat, po blek i dashtëm, por jeni të e pa dhe ju vetë gjendjen. Besa besën nuk di ku po arri me i gjithë këto fjallë. Tu mundu me ju mbajt kështë. Jo, s'ka levizje, se nuk i pas ka nas perdet, paktin e kësha vrejt, apo leviz dikush aty brenda salonit. Edhe përveç kësaj, këtë rrugic komplet nuk është e shtrume. Aty ishte fundi, sa arrita me pa, pas kanë lënë shumë rrugica pa shtru. E thash për të disotën herë, fshati Kishnarej ka nevojë shumë për investime. Duke filluar nga infrastruktura. Pik. Mirëmbajtja e fshatit 2. 3. Shtyllat elektrike se di, aja vlen me përmend, e kam përmend ma herët, e kam përmend që disa të reja, disa të vjetra, por që nuk e di ahin atë listën me domos me i pas të reja, ky muri këtë paraqet pak rrezik, nuk është që nuk paraqet për ndonjë fëmijë, por po m'pëlqen se është rruga me gjerësi bukur të madhe, sa që 2 makina munden me kalu, por trotuar, shefeni. Sa bukur, sa hije i kish pas një trotuar të klak, edhe kënde klak. Studio Linda Hair and Makeup. Vetëm pula, shefeni, paktin kapi pulat. Letë na zbukurojnë emisionin. Therrat në rrugë, se nuk e morrin një mi hik, sa në zbat, e pastru këtë me ndreq. Gjëna, pozitën që e ka fshati është për keqardhje, me i lën këto therra kështë të panevojshme. Da me në nëzak shomi, o, Andi, na kemi mbet duke usil, duke bredhur rrugëve të fshatit Kishnarek. E pas ka ndonjë fabrik tjegullave, shefeni, edhe atje pas ka tjegulla rend me rend, pas ka largut vjetrat, ujtë mja shit në i kujna. Edhe aja pjesa na ka mbet krejt në fund, të pjesa gjamis edhe për fundim. Si që në të e pa gjendjen, mos të bastardojmë më shumë, komentim, por i këthyem tek ura. Kjo ura qenë ka kështu, ha? Shumë e gjatë. Shumë për më pëlqen.
Deri me tash nuk e di se pas kam has në ndonjë urë më të pastërt. Të pakten në ujë nuk I kanë hedhur mbeturinat. Edhe pse rrugëve kishte, por që në ujë jo. Shumë e mirë. Gjelat, knajshen, pulat. Dolinus janë pengjere. Jo, kjo nuk është pengjere. Pengjere është dritarja. Dritarja se kanë thonë pengjere. Sa interesante. Nuk bërë me I humbë këtu në fshat. Vërtetja ja për një shi fshatit si monumente këtë në heret, se tash nuk shkon këtë me bo aso ndërtime. Sa interesante janë. Do të me lonë diçka kështë në fshat të historisë tonë. Me na simbolizu ta unë që jemi shqiptar. O, moj Dorontin, o që jemit duke bredh rrugëve, pa. Ja, që shtë kurvime na I fshatë mbje tensioni, jam mësune ka të shkoj atmosferë, me njerëz, s'ti zdi në koment, të më thonë, nuk janë në shtepi heq njerëzit tash. Përshëndetje! A jeni lodh? Si jeni? Që ke këtu mshkel kjerë, a mune me fol 2 minuta? Ndrum si je, a je mirë, a je lodh? A nuk po dheza? Dhez, paqore. Qysh je? Mirë. Qysh po kaloni? Mirë, Apo lodhni? Ka pak. Banori fshatit po? Kishnarik. Kishnarik. Për çka njet ky fshat? Ky njët për gjithçka. Për tona të mira. Njerëzit si janë mu më interesant, Njerëzit janë një ndër më të mirë. Për asop ta amen, ta shopedion. Po të se, iki. Po m'kush pak. Ja. Si pili vdej. Të shofëm tash të mbetit kjo me u po gjatë rrugtimit edhe me ja vendos notën. Po, pse jo. Qa po bënot këtë fshat? Këtë fshat punohet, unë kështë në hymjet katonit punoj si mekanik, ai tjetëri punon si bravar, shambull marrojnë objektet moja. Atje kemë zroktarin që marrojnë mobilerie, në katën. Po, e kujt është ajo? Ismet Nuhës. Aha, mendova se është me juve. Ja. Po minoj Që I ka fshati, që I ka fshati. Ka, s'po di Dhe më shumë. thonë atë fabriken e mobileve Bashkimi. për afërsisht sa familje. Është firma Pula, është biznesi këtu me goma. Po, ka Pas biznesi. biznes e bukur shumë. Jo, mirë është, nuk është Po më keq. intereson tek ajo fabrika mobileve, ka shumë të punësum aty? Janë dikon më zgabu fshatat punëtor, po. Por që ndoshta janë të fshatit, a? Po ka të fshatit, ka edhe më të lartë. Punojnë edhe gra një pjesë, një pjesë. A, sa bukur, kje po më pëlqen. Për të gratë nuk e di. Shumë mirë. Për afërsisht, nëse dini me më tregu sa është numri banorëve, nëse dini. Vallaj, nuk e di se ka shumë argjimtar, ka shumë që qëtu këtu. Na 3 shtëpia I kemë qëtu që janë këtë në Evropë, vllaznive. Kam thoje 80% fshatit mërgat. E kanë lënë fshatin, nuk e kanë kushtet e mira, po çka? Po, qysh ma heret në këtë, se tash janë bon. Edhe për ty në e kemë nga që tjertë këtë. A ka prej atyre që janë kthy? Po, ka. Ka. Këtu kam një punëtor që u kthy, e ka la Gjermaninë punë këtë. Shumë mirë. A martoni me zveti? Jo. Nuk doni apo nuk mundeni? Ja, jemi një gjak. Një gjak jeni. Raportet për besoj keni mirë? Ja, raportet shkëlqyshme, si fshat. Me fillim të fshatit nuk është që pash ndonjë investim edhe kesh nevojë. Bukur shumë. Po, tash, që me thonë, se cili investon. Po, këto gjitha çka po I shohëm janë nga banorët, jo diçka që ka punu komuna. Jo, ka ba komuna, ka ba edhe. Qa ka bo për shembull? Infrastruktura nuk është që është shumë nivel. Infrastrukturën e këna pos, e kemi në hymjet fshatit atje, se tash, këto janë pjesë që janë dalë pas luftës, këtë poshtë. Hymjet fshatit e kemi pos për rrugë, e kemi pos reken, lumin. Po. Edhe këtë dikun në zgabu fshat 1 kilometër është këtur. Ato që e ka bo investim komuna. A keni elementet bazike për jetesë, duke fillu nga uji, rryma, Tanat mira kanalizimi. Tanat mira. S'keni problem me asnjë prej Me kur këtyre. që heq. Shumë mirë. Vetëm se një trotuar na mungon kënej,
Se po vëzit. Sham ja unë zirë nëse qatë trotuar. Qato. Sa të mëj me komentu. Indrum, punë të mbarë, falemderit, ishte shumë Respekte. Respekte dhe juve, çdo të mirë. Përshëndetje. Apo na fol diçka për fshatin? A ju? Në rregull, miru pafshim. Gjakovës do jemi atje së shpejti. Nga Gjakova ka ardhë në Drenas. Dhe, me rregullu veturen. Hajde, po vazhdojmë. Ja, bërë më pëlqen shumë pa pasërti e modhe. Levizje, si qeni tu e po, kemi gjithë kohën, shamu kjo rrugica është e pashtruar, përveç kësaj fshati ka nevoj për trotuar. Apel publikisht komunës me ardhë, me i shtru trotuarët, ashtu si që ka hije fshatit. Përveç kësaj, përdrisa është edhe shkolla, ka nxënësa, normalisht, para qëtë rrezik, në momentin që nuk ka trotuar. Si puna jeme sot, herë po shkoja nej, herë kënej, ka po më frynira. Me pas trotuarën kisha i cizoj, kur të më kish po dikush me tha, që, edhe tecmit e ka me vend trotuar. Andi, apo shkoj me një shkeputje, me ripomjet, s'ka hiç shtepin këtë pjesën këtë, kështu që nuk kemi çka me komentu. Erdhi fundi saj përket qëndrimit tonë sot në Kishnarek të Drenasit, një fshat jo i zhvilluar, si që jemi mësuar, fshatra gjithandej Kosovës. Nuk i fajsoj banorët, por e fajsoj komunën që nuk është marrë me këtë fshat. Ka shumë parregullsi, ka shumë gjëra për të investuar brenda fshatit. Miropafshim nga një fshat me atmosferë për toke, neve na presim fshatra me atmosferë si që jemi mësuar. Dere në takimin e radhes, mirë mbetëshi!